Avokat, si mundet të organizohet një rrëmbim në një prej zonave më të thella të Kukësit në një kohë që lëvizjet në atë zonë, le të themi, qoftë me makinë, qoftë po themi në këmbë, kanë qenë shumë të kufizuara dhe nuk është parë nga asnjëri, pra nuk kemi dëshmitar që të flitet që është parë. Megjithatë thuhet që mund të jetë parë në Greqi dhe lajmet e fundit janë që ndoshta një vajzë mund të jetë gjetur në Greqi që mund të jetë ajo, ende nuk e dim. Pra, si mund të jetë organizuar rrëmbimi nëse i shkojmë pas tezës së rrëmbimit? Tani për sa i përket pse pyetjes suaj që pse se si mund të ndodhi në një zonë të izoluar, autorët të cilët kryen krime mundohen që të kryen krime në vende të cilat janë të izoluara. Në momentin që nuk ka njerëz pra zona të papopulluara, së dyti, pra ne dim që në zona të izoluara askush nga banorët aty, prindrit nuk mendojnë që fëmia i tyre mund të rrëmbejë, sepse është një komunitet shumë i ngushtë, ata njihen me njëri tjetrin, pjesa më e madhe janë të afërm, dhe organizata kriminale i shfrytëzojnë këto raste. Së treti, aty ka mungesë kamerash, pra ne flasim në vitin 2010, por mos harrojmë që teknologjia, kamerat kanë qenë në qytetet më dhaja, siç mund të jetë Tirana apo qytete të tjera, të cilat bizneset sadopak vendosin kamera, dhe së treti është një mundësi e mirë kur organizata kriminale edhe nëse zbulohen, ata kanë mundësi shumë të mirë që të gjejnë gjuhën me zyrtare, që do të thotë ata kanë mundësi që t'i paguajnë, t'i japin rishpet, pra me mekanizma të ndryshëm që t'i shpëtojnë ndjekjes penale, dhe së katërti besoj që ajo ka qenë një zonë shumë afër me Kosovën edhe me Maqedoninë e Veriut, që do të thotë mundësia për të kaluar kufirin ka qenë shumë e madhe dhe kufirin aty mund të kalojë ose në rrugë ilegale, që do të thotë nuk mund ta kalojë në rrugë zyrtare, por edhe nëse e kalojë në rrugë kufitare, atëherë këto organizata kriminale i kanë fijet të lidhura me doganierët të cilët i paguajnë dhe ata nuk i regjistrojnë në sistem. Pra këto janë ato kushte të favorshme, të cilat bëjnë të mundura që organizata kriminale të kryejnë krimet e tyre. Pra, ndryshe nga vendet e urbanizuara, ku kemi shumë njerëz, popullat, kemi kamera për cilat këto organizata janë të vëzhguara dhe po ta shikojmë, ne kemi gati 70% të këtyre krimeve zbardhen vetëm në sajt të regjistrimeve të bizneseve, por edhe kamerat që ka bashkia. Pra edhe bashkitë ka filluar të implementojnë kamera rrugore, pra kamera duke filluar edhe në rrugët urbane dhe interurbane, pra kemi edhe kamera që ka vendosur autoriteti rrugor apo qeveria në mënyrë që të ketë një lloj kontrolli dhe sigurie të qytetarëve. Kështu që këto janë ato kushte të përshtatshme për të cilat të organizata e gjejnë veten dhe kanë mundësi që të penetrojnë. Megjithatë, ky është njëri version ku mundet që të organi akuzës të jetojë, pra ka mundësi që të jetojë në këtë pistë, dhe pista tjetër pastaj është që ato mund ta kenë goditur, mund ta kenë vrarë, mund ta kenë fshehur, mund ta kenë groposur, pra është një alternativë tjetër, pra të gjitha pistat organi akuzës nuk duhet t'i përjashtojë, duhet t'i ngrejë, pra të punojë në të gjitha drejtimet. Dhe në dosjen konkrete unë nuk e di se çfarë veprime shëtimore ka bërë organi akuzës, apo thjesht ka marrë dëshmitarët dhe e ka mbyllur, e ka arkivuar si një çështje pa autor. Pra ky është një rast shumë i rëndë. Kemi humbjen e një fëmie të mitur, raste të tjera të cilat mund të jenë me qindra, por që ne nuk i dim sepse nuk bën publike, po fati mirë i këtij rasti, nga fati keq që ka humbur kontaktet dhe ka humbur një fëmijë i mitur, por fati mirë është që nëna e saj nuk ka lënë televizion
dhe media pa kërkuar fëmijën e saj. Pra, kjo është ajo që ne duhet të bashkohemi dhe të shkojmë në mbështetje të saj për të gjetur autorët, edhe nëse fëmia nuk gjendet, pra autorët duhet të ndëshkohen me maksimalen e dënimit, në mënyrë që raste të tilla mos të përsëriten më në këtë vend. Avokat, a ju duket shqetësuese që në televizion dhe kudo në fakt është interesuar vetëm mamaja e Blona Matos dhe kemi një indiferentizëm nga ana e babait të saj. Pra, si u duket kjo lloj qasje babait lidhur me këtë ngjarje, duket sikur si intereson fare që i ka humbur vajza në fakt. Të paktën në publikës, se kështu ndoshta Babai mos jetë interesuar, pra të dy prindrit janë një lloj, që do të thotë dhimbja dhe dashuria për fëmijën është e njëjtë, pavarësisht femrat apo nënat e shprehin më shumë dashurinë për fëmijët dhe baballarët ndryshe nga ato patjetër dhe sakrifikojnë për familjen dhe për fëmijët e tyre, por janë pak më të ftohtë nga ana, po them, nga ana biologjike dhe nga ana se si e vlerësoj unë edhe në çështje të tjera apo në një marrëdhënie familjare. Unë nuk e di marrëdhënien, se çfarë marrëdhëniesh kanë konkretisht. Pra, janë bashkë, janë martuar edhe e tjera me radhë, por nuk e besoj që babai nuk interesohet. Ndoshta është dhe një marrëveshje mes tyre, sepse nëna mund të jetë e artikuluar, pra ka një lloj komunikimi më të mirë se babai dhe ndoshta është lënë mamaja që të flasë dhe të kërkojë, pra mediatikisht. Megjithatë, avokati familjes ka hedhur dyshime ndaj babait, edhe babait të Blona Matos. Pra, në një studio televizive që doli bashkë me të Jamën, ka hedhur dyshime edhe ndaj babait të saj, duke aluduar deri në organizimin e një rrëbimi të mundshëm. Pra, duket sikur që palët njëra me tjetrën nuk janë aq, po themi, të bashkuar në këtë çështje. Në qoftë se ata kanë hedhur akuzë, atëherë është organi prokuroria, pra prokuroria e cila duhet ta hetojë këtë çështje edhe në këtë dimension. Ne tham pak më sipër që të gjitha pistat janë të mundshme, pavarësisht se ne nuk duhet që të vëmë gishtin dhe të themi që ka kryer ai, sepse nuk jemi askush që ne të paragjykojmë dhe të gjykojmë. Ne këtu po e ngrejmë në kuadrin teorik, që do të thotë prokuroria duhet që ta hetojë në të gjitha dimensionet, ku nuk përjashtohen dhe prindrit. Pra, sepse ka ndodhur ngjarje të tilla që edhe prindrit kanë abuzuar me fëmijët e tyre, janë parë nëse kanë kryer ndonjë veprim të palishëm apo ndonjë gjë për cilat ata nuk duan që të marrin vesh fëmija e tyre, dhe ka ndodhur deri në atë rast që mund ta kenë goditur në mënyrë që ta trembin fëmijën e tyre dhe t'i ketë shpëtuar nga dora. Pra nuk kanë dashur që ta vrasin dhe kanë ndodhur ngjarje të rënda dhe këto janë zbuluar shumë vonë. Ose kemi pasur rastin e fundit në Durrës, që vran baban, pra u bë fëmijët, mamaja, pra shkuan bashkë dhe vranë negroposën baban. Kështu që kemi qindra raste të tilla fatkeqe, për të cilat edhe pse nuk e kanë dashur vrasjen e fëmijës së tyre apo familjarit tyre, i ka shpëtuar situata nga dora. Kështu që prokuroria duhet që edhe këtë pjesë mos ta përjashtojë nga hetimi, ndaj them që duhet në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal që edhe ta marrë si kompetencë prokuroria e posaçme, në mënyrë që ta hetojë këtë çështje dhe edhe nëse larqot nuk dua ta uroj, ka humbur jetën Bleona, kjo ngjarje duhet marrë vesh edhe prindrit, domethënë, që të jenë të qetë nga ana shpirtërore dhe autorët të marrin dënimin maksimal, sepse kemi të bëjmë me qenie të mitura, qenie të pambrojtura, për cilat shoqëria
është neglizhente, pra të gjithë duke filluar nga institucionet, policia, pra edhe tashmë ne kemi raste të ngjashme, që do të thotë qoftë konflikte, shere mes adoleshentëve, fëmijëve, marrje jetësh dhe në fund fare ne nuk kemi një lloj solidariteti apo mbështetje që shteti duhet të jetë pranë familjeve, pranë shoqërisë, pranë shkollës, pranë mësuesve në mënyrë që këto ngjarje mos të përsëriten dhe të zgjidhen këto konflikte. Pra jemi një shoqëri indiferente. Ky është alarmi që ne duhet të ngrem në mënyrë që ne të rikthejmë vëmendjen që ka pasur shoqëria përpara viteve 90, pra kemi pasur një vëmendje ku edhe nëse ne shikonim dy fëmijë të mitur që zgjidheshin me njëri tjetrin, kalonim në rrugë dhe ne mundoheshim t'i qetësonim, t'i ndanim, t'i thoshim që jeni shok apo shoqe etj. Kurse këtu indiferentizmi është në maksimum, ku ne mund të shikojmë një sherr, s'na intereson, një fëmijë që mund të trajtohet dhe jemi indiferent, pra është për të ardhur keq se jemi një vend i vogël dhe to tradita kaq të mira që ne kemi pasur, i kemi hequr nga kultura jonë. Pra duke e marrë perëndimin si një lloj etaloni pozitiv me një sjellje etnocentrike, pra që do të thotë ne mbivlerësojmë ata dhe ne vlerësojmë vendin tonë, kulturën tonë, ndërkohë që ne këto janë vlera që ne kemi pasur, qoftë për familjen, qoftë për shoqërinë, pra qoftë për komunitetin, pra kemi qenë të organizuar, po pas viteve 90, shoqëria jonë është përfytyruar, pra është bërë një shoqëri hakmarrëse, e sert, pra nuk kemi tolerant dhe shumë probleme të tjera. Dhe për to shkaqe, kjo ngjarje duhet që të hetohet dhe të shkojmë para përgjegjësisë dhe policia kush ka qenë prezent, kush është marrë me hetimin që mund të që e kanë parë si një çështje kote dhe nuk janë marrë fare me dosje. Avokat, sa gjasa kanë që pas 15 vitesh gati të zbulohet e vërteta se çfarë ka ndodhur realisht me Bleon Amatën? Për pas 15 viteve është shumë e vështirë. Pra është shumë e vështirë që të zbardhet ngjarja, por organi akuzës ka mekanizma të sofistikuar. Që do të thotë, do të sekuestrojë dosjen, do marrë dosjen çfarë veprime shëtimore janë bërë, do merren pyetje kush i ka kryer këto veprime hetimore, duhet parë se çfarë sjellje kanë pasur personat që kanë qenë përgjegjës se janë marrë me këtë çështje, që do të thotë ata mund të jenë bërë sipërmarrës, biznesmen, kanë investuar, kanë bërë prona e tjera me radhë. Do pyeten persona të cilët kanë ndodhur, pra fëmijët që kanë qenë aty, të miturit që kanë luajtur me Bleon, prindrit e tyre, familjarët, pra një lloj hetimi im, pra i thellë dhe shikon dhe pas 15 viteve vërtet skena e krimit është fshirë dhe as se diskutohet, por ne mundet që me indicje të tjera kuptojmë se si ka qenë jeta e personave që kanë pasur dieni, që do të thotë ata mundet të jenë korruptuar nga kjo organizatë kriminale, mund të jenë marrë para, jeta e tyre ka ndryshuar, sjellja e tyre ka ndryshuar, momenti që këto do thirren nga organi akuzës ta do bëjnë, do kenë komunikim me njëri tjetrin, jo thash këtë apo thash atë, dhe prokuroria këta i vendos edhe në një përgjim ambiental apo përgjim telefonik. Pra, këto janë mekanizma që në momentin që ngjarja nuk është zbuluar, janë mekanizma që përdor prokuroria që të zbulojë të vërtetën. Pra, do thirret një familjar që ka qenë prezent fëmija e tij, ai mund të diskutojë me bashkëshorten e vet, pra bashkëshorten mund të flasë me dikë që ka bashkëpunuar, polici i zonës, i plotfuqishmi që ka qenë aty, pra janë mekanizma të cilat organi akuzës i përdor që të zbulojë të vërtetën. Dhe vetëm këto mekanizma ka, pastaj që tek kalimi doganor, pra numrat e telefonit që kanë qenë, qelizat cilat ngelen te kompanitë e telefonit, pra këto janë ato veprime hetimore që faktikisht duhet që prokuroria t'i kryente
që në fillim dhe nuk e di ai ka kryer apo jo, ndërkohë që prapë sërish është një rrugë të cilën prokuroria e posaçme duhet që ta kryej.